Vodhën banesën e 3 shtetasve të huaj, arestohen 4 vëllezrit në Tiranë. 4 të rinj të moshës 20 dhe 18 vjeç janë arestuar nga policia e Tiranës pasi kanë vjedhur banesën e marrë me qira nga 3 shtetase turke në kryeqytet. Finalizohet operacioni policor i koduar Brothers. Vodhën me dhunë, një shumë parash dhe celular në një banesë të marrë me qira nga 3 shtetase të huaja, identifikohen kapen dhe vjen në pranga 4 shtetas. Në pranga u vu dhe njëra nga shtetaset e huaja pasi posedonte një sasi lënde narkotike kanabis që ju gjet në këtë banesë. Policia procedon penalisht 2 shtetas të tjerë për mos kallëzim krimi. Sekuestrohen 3.350 euro lënda narkotike, një armë e ftohtë, automjeti përdorur gjatë vjedhjes dhe 4 celular. Shërbimet e komisariatit policisë nr. 4 pas marrjes së njoftimit për vjedhje në një shumë parash dhe 2 celularve në një banesë të marrë me qira nga 3 shtetase turke kanë organizuar operacionin policor të koduar Brothers me qëllim identifikimin dhe arrestimin e autorëve të dyshuar të vjedhjes. Si rezultat i operacionit u arrestuan shtetasit SZ 20 vjeç dhe OZ 18 vjeç vëllezër. GS 20 vjeç dhe SS 18 vjeç vëllezër. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vjedhur me dhunë një shumë parash dhe 2 celular në banesën e marrë me qira nga 3 shtetase turke. Në vijim të veprimeve u bë i mundur arrestimi i shtetases turke MM 24 vjeç pasi gjatë kontrollit në banesën e marrë me qira u gjet dhe u sekuestrua një sasi lënde narkotike kanabis. Gjithashtu procedua në gjendje të lirë 2 shtetaset e tjera turke për mos kallëzim krimi. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.